Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipër ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Doni të keni kocka të forta edhe në pleqëri, mos i ndani nga tavolina këto ushqime. Kockat e forta janë kryesore për shëndetin e mirë dhe rezistencën e trupit. Gjithsesi, për shumë njerëz mbetet një shqetësim kryesor që ndikon në jetën e përditshme. Sëmundjet si artriti, dhimbjet e shpinës ose pjesë të tjera të trupit janë shumë të përhapura që ndikojnë në jetën e përditshme. Si gjithmonë, ushqimet dhe stili jetesës janë zgjidhja më e mirë për të përballuar çdo shqetësim të organizmit. Ndaj, sipas health.com, do të rendisim disa nga produktet më të mira ushqyese për kockat për t'i mbajtur gjithashtu edhe për mbrojtjen e tyre më të mirë. Hani më shumë perime. Frutat dhe perimet janë burimet më të mira të vitaminës C, të cilat stimulojnë prodhimin e qelizave që formojnë kockat dhe mbrojnë kockat nga dëmtimi. Studimet tregojnë gjithashtu se konsumi i shumtë i perimeve në dietën tuaj rrit dëndësinë minerale të kockave. Qepa në veçanti zvogëlon rrezikun e frakturave me 20%, kundrejt personave që nuk konsumojnë kurrë qep. Kale, brokoli dhe spinaqi janë gjithashtu një ndihmë e madhe për kockat dhe mund të shtohen në dietën tuaj pasi ato përmbajnë vitaminën K. Merrni më shumë kalium nga ushqimet. Kaliumi është miku më i mirë kur bëhet fjala në mbrojtjen e shëndetit të kockave tuaja. Aftësia e tij për të neutralizuar acidet metabolike që shkatrojnë kockat është e jashtëzakonshme. Bananët janë veçanërisht të pasur me kalcium si dhe magnez, prandaj bëjini pjesë të dietave tuaja të përditshme. Më pak alkool dhe më pak kafeinë. Nisja e ditës pa kafeinë mund të duket si një mision i pamundur për shumicën prej jush, por nëse doni të mendoni për shëndetin e kockave tuaja, duhet të hiqni dorën nga kjo substancë. Studimet tregojnë se pirja e 3 ose më shumë filxhan me kafe në ditë zvogëlon thithjen e kalciumit nga trupi juaj që mund të ndikojë negativisht në dëndësinë e kockave tuaja. Alkooli bën gjithashtu të njëjtën gjë në organizëm, prandaj provoni të konsumoni ndonjë çaj bimor ose shumë lëngje të frutave. Merruni me aktivitet fizik për të ndihmuar kështu në forcën më të mirë të shëndetit tuaj të nyjeve. Ushtrimet fizike janë kryesore për të ndërtuar kockat e forta. Vrapi, ecja dhe sportet në përgjithësi, përfshirë edhe stërvitjet e rezistencës siç janë palestra dhe ushtrimet me pesha, mund të jenë alternativat më të mira për shëndetin e nyjeve. Gjithsesi, kujdesuni të mos i dëmtoni kockat dhe duhet t'i bëni këto ushtrime në mënyrë të kontrolluar për të evituar kështu edhe dëmtimin. Merrni vitaminën D. Vitamina D funksionon paralelisht me kalciumin për zhvillimin e shëndetit të kockave dhe kur këto të dyja mungojnë, mundeni që t'i shkaktoni shumë më dëme se sa të mira shëndetit tuaj. Një mënyrë e shkëlqyer për të luftuar mungesën e saj vitamine është të bëni shëtitje në diell. Jo vetëm që do të stërviteni, por do të merrni edhe rrezet të diellit. Pini qumësht. Këshilla e përhershme, konsumoni qumësht për të përfituar më shumë kalium. Qumshti është një burim i shkëlqyer i kalciumit që është një nga përbërësit kryesor të ndërtimit të kockave të forta. Alternativa e qumshtit të pasur me kalcium varion nga qumshti i bajameve deri te ai normal që konsumohet çdo ditë. Ushqimet e tjera të pasura me kalcium janë djathi me pak yndyrë, kosi natyral, sardelet, salmoni dhe bajamet, të cilat janë alternativat më të mira ushqyese të dietës suaj që ndikojnë gjithashtu në forcimin e kockave. Në çdo fazë të jetës sonë, ushqimi i mirë është një investim për shëndetin tonë. Kjo është një arsye pse është shumë e dobishme të zgjidhni me kujdes ushqime të cilat të mbushin frigoriferin dhe raftin. Disa zgjedhje i mposhtin të tjera dhe kur bëhet fjala për kockat e forta, ka disa lëndë ushqyese që nuk duhet t'i harroni nga dieta juaj. Baza e një diete të shëndetshme për kockat qëndron edhe te perimet me gjethe jeshile. Perimet me gjethe jeshile, kryesisht ato të errta, siç është brokoli dhe spinaqi, na ofrojnë kalcium dhe lëndë ushqyese miqësore për kockat, si dhe vitamina K. Gjithashtu, peshku i yndyrshëm është i mirë për kockat. Salmoni, sardele dhe skumbri janë të pasur me vitaminën D, e cila ndihmon të përthithni të gjithë kalciumin. Arrat dhe farat gjithashtu janë në një mburojë shumë e mirë për shëndetin e nyjeve.
Arat dhe farat si bajamet, farat chia, farat e linit dhe farat e susamit janë gjithashtu burime të shkëlqyera thelbësore si kalciumi, magnezi për kocka të forta dhe një shëndet më të mirë të tyre. Nga mosha 19 deri në 30 vjeç, bulmeti dhe perimet me gjethe jeshile duhet të jenë baza e dietës suaj. Ndiqni një dietë të pasur me kalcium duke u fokusuar te produktet e qumshtit me pak yndyrë dhe sigurisht në fazën e mëparshme të moshës perimet me gjethe jeshile. Proteinat pa yndyrë. Përfshini burime të proteinave pa yndyrë në dietën tuaj si shpendët, peshku, fasule dhe tofu, pasi këto ushqime përmbajnë aminoacide thelbësore për shëndetin e kockave. Ushqimet e pasur me magnez. Hani më shumë ushqime të pasur me magnez si drithrat, bishtajat, arat dhe farat për të mbështetur kështu përthithjen më të mirë të kalciumit. Nga mosha 31 në 50 vjeç është e rëndësishme që të mbani forcën e tyre konstante, ndërsa rriteni është e rëndësishme të mbani marrjen e kalciumit në nivele vërtet të mira. Kështu është marrja e perimeve me gjethe jeshile, shumë prej të cilave rrisin dëndësinë e kockave, për më tepër përfshini ushqime me vitaminën D, siç janë salmoni, e verdha e vezës, kërpulla dhe toni. Për moshat 50 vjeç e lartë, aftësia e trupit për të absorbuar kalcium zvogëlohet dhe me kalimin e moshës, kështu që mund të merrni kalcium dhe suplemente të vitaminës D për të përmirësuar shëndetin e kockave tuaja, gjithmonë sipas udhëzimeve të mjekut, plus mos harroni marrjen e proteinës. Marrja e duhur e proteinave është thelbësore për të ruajtur masën muskulare dhe shëndetin e përgjithshëm të kockave. Së fundmi, zvogëloni marrjen e natriumit dhe kufizoni sa më shumë ushqimet e përpunuara, të cilët do të ndikojnë në përkeçësimin tuaj të kockave. Jo vetëm që ju ndihmojnë të lëvizni dhe të qëndroni në këmbë, kockat ndihmojnë gjithashtu në mbrojtjen e organeve të brendshme delikate dhe furnizojnë me minerale kyçe si kalciumi dhe fosfori. Ekspertët thonë se ajo që ham dhe aktivitetet që bëjmë gjatë ditës kanë ndikime në shëndetin tuaj të kockave. Produktet e qumshtit. Produktet e qumshtit janë të pasur me kalcium i cili ndihmon në strukturën e kockave. Qumshti me pak yndyrë dhe kosi janë burime të shkëlqyera të kalciumit. Mjekët deklarojnë se ushqime të tilla janë të pasur me vitamina të tretshme në yndyra, përkatësisht vitamina A dhe vitamina D. Frutat arrore. Frutat arrore përmbajnë pak më pak kalcium, por ofrojnë dy lëndë ushqyese të tjera thelbësore për shëndetin e kockave, përkatësisht magnezi dhe fosfori. Magnezi ju ndihmon të thithni dhe të mbani kalciumin e kockave tuaja. Fosfori është një komponent kyç i kockave sepse afërsisht 85% e fosforit në organizëm mund të gjenden në kocka dhe në dhëm. Farat kanë vlera ushqyese të ngjashme me arrat për shëndetin tuaj të kockave. Farat ju sigurojnë kalcium, magnez dhe fosfor, si dhe përmbajnë fibër, acide yndyrore omega-3 të cilat përmbajnë acide yndyrore të pangopura që zvogëlojnë kolesterolin, inflamacionin dhe ruajnë funksionin e qetë të trurit dhe sistemit tuaj nervor. Perimet me gjethe jeshile. Perimet me gjethe jeshile ofrojnë disa lëndë ushqyese që mbështesin kështu shëndetin tuaj të kockave, të tilla si vitamina K dhe kalciumi. Mjekët thonë se vitamina K funksionon së bashku me kalciumin dhe mungesa e saj shoqërohet me osteoporozë dhe fraktura. Perimet me gjethe jeshile përfshin rukolën, spinaqin, lakrën dhe brokolin. Bizelet. Të gjitha llojet e fasuleve ofrojnë doza bujare të lëndëve ushqyese në ndërtimin e kockave si magnezi, kalciumi dhe fosfori. Përveç kësaj, fasulet janë zakonisht të larta në fibra dhe proteina, të cilat janë jashtëzakonisht të dobishme për ato që ndjekin një dietë me bazë bimore, ku dhe bizelet duhet të jenë pjesë e rëndësishme e dietës suaj. Peshku. Peshqit, veçanërisht speciet yndyrore si salmoni dhe toni, kanë sasi të konsiderueshme të vitaminës D, e cila është thelbësore për kockat tona. Vitamina D është e tretshme në yndyra dhe luan një rol kyç në rritjen e masës kockore. Prandaj është e rëndësishme që për një shëndet më të mirë të nyjeve tuaja të fokusoheni në produkte sa më natyrale, të cilat ju ndihmojnë në forcimin më të mirë të kockave. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.